Kompanitë ajrore në mbar botën kanë nisur të shkurtojnë ndjeshëm kapacitetet për muajin maj duke hequr rreth 2 milion vende nga oraret e fluturimeve vetëm brenda 2 javëve të fundit. Kjo lëvizje vjen mes frikës në rritje se përshkallëzimi i konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara mund të çojë furnizimet me karburant për avion në nivele kritikisht të ulta. Tensionet u rindezën pasi Irani sulmoi me raketa objektiva të lidhura me energjinë dhe transportin detar në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke nxitur një tjetër rritje të çmimit të naftës. Në këtë klim pasigurie, linjat ajrore kanë filluar të reagojnë paraprakisht, duke ulur fluturimet dhe kapacitetet, sipas të dhënave nga firma analitike Cirium, numri total i vendeve të disponueshme globalisht ra nga 132 në 130 milion në periudhën nga mesi deri në fund të prillit. Më të goditurat janë linjat ajrore të gjirit, përfshirë Qatar Airways, Etihad Airways dhe Emirates, për shkak të mbylljes së hapësirave ajrore dhe ndërprerjeve në aeroporte që nga fundi i shkurtit, ndërkohë edhe operatorët europianë si Lufthansa, Air France dhe SAS kanë reduktuar oraret e tyre. Lufthansa ka shkurtuar rreth 20.000 fluturime nga maj deri në tetor, duke qenë kompanitë më të prekura. Situata është përkeqësuar edhe më tej pas mbylljes së ngushticës së Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë, duke çuar madje në falimentimin e linjës amerikane Spirit Airlines. Kryetari i Parlamentit iranian Mohamed Bakir Kalibaf deklaroi se veprimet e SBA-s dhe aleatëve të saj kanë përshkallëzuar situatën. Shkeljet e armpushimit 4 javor nga SBA dhe aleatët e saj kanë rrezikuar transportin detar dhe tranzitin e energjisë. Ne as nuk kemi filluar ende, sa ai. Nga ana tjetër, ushtria amerikane njoftoi se ka shkatëruar disa mjete iraniane në Gjirin Persik, ndërsa presidenti Donald Trump urdhëroi operacionin Projekti Liria për të shoqëruar cisternat përmes ngushticës së Hormuzit. Çmimi global i karburantit për avionat është rritur me $181 për fuqi sipas International Air Transport Association, duke reflektuar presionin në tregjet energjetike. Ndërkohë, banka Goldman Sachs paralajmëron se Mbretëria e Bashkuar është ndër vendet më të rrezikuara nga kjo krizë. Mbretëria e Bashkuar është importuesi më i madh neto i karburantit për avion në Europë dhe nuk mban rezerva strategjike. Inventarët në disa vende, veçanërisht në Mbretërinë e Bashkuar, mund të bien në nivele kritikisht të ulta, duke arritur mundësinë e masave të racionimit, thuhet në raport.